kuptuar se ajo ka një impulsivitet momental dhe ka një shpërthim që nuk e parandalon dot vetveten dhe kthehet pasi I thot ne u ndam, pastaj kthehet edhe e përqafon, e përgdhel me mënyrë edhe me fjalë të buta, edhe I jep përqafime sikur ta bëjë të ndjehet pak më mirë, por Alba është ajo e cila do të dalë e lënduar, edhe Alba është ajo që ka ndjenja pozitive, që I ka dhe të sinqerta kundrejt këtij djali. Manjola, duke e parë lojën deri në këtë pikë pra ku ka arritur, mendon se produksioni ka favorizuar ndonjë nga banorët aty brenda? Deri më tani, të themi të drejtën, nuk mendoj se ka ndonjë favorizim kundrejt një banori, apo të kuptohet se një banor është më I favorizuar se sa tjetri. Unë mendoj se deri më tani nuk edhe mund të ketë, por nuk e kam spikatur në këtë pikë, nuk është e dallueshme dhe nuk është edhe aq e qartë që të dallohet. Edhe ndoshta mund të ketë ndonjë, por nuk mendoj se ka. Të jem sinqert, këta janë të gjithë të barabartë aty, se cili është atëherë më protagonist se tjetri, dhe është lojtar më shumë se sa tjetri, atëherë ai do të fitojë mbi tjetrin dhe kështu me radhë do përcjellin njëri tjetrin, dikush më herët, dikush pak më vonë, dikush derisa të vijë fundi që të shikojmë se kush është lojtari, por akoma nuk kam spikatur një lojtar që të themi më të fortin aty, që mund të them po ky është ai si lojtar, nuk e kam spikatur akoma. Ndërkaq si e ke parë dhe hyrjen e re pra të Nenës nga Peja? E shikova duket një vajzë pozitive në fillimet e para të saj, duket një vajzë e qetë, duket e qeshur, por le ta shikojmë në vazhdim se çfarë është në gjendje të japë Nea dhe ta shikojmë se sa lojtare është, sa protagoniste është. Me të vërtetë është një muaj me vonesë, sepse kush futet me vonesë mund të themi ne ka lojën jo të shumë të favorizuar kundrejt banorëve të tjerë, se aty tani janë bërë të gjitha bashkë, janë bërë grumbullimet bashkë, janë bërë ndarjet bashkë, janë krijuar miqësitë, jo se nuk janë të hapur për të krijuar miqësi të reja, me të vërtetë kemi që krijohen, ndoshta ndonjëherë mund të krijohen dhe më shumë miqësi të reja se sa ato të vjetrat, mund të procedojnë që të kenë më shumë e kohë zgjatje, por në këtë rast nuk më duket tipi atill, më duket e qetë, por s'besoj se do të ketë shumë dinamika për të dhënë si person. Ndërkaq, si e shikon edhe Big Mamën si lojtare? Big Mamën e kam shikuar dhe më përpara, ishte një format që ishte, atëherë nuk la një lezetshmëri shumë të madhe, është një artiste shumë e madhe, por për formatet e atilla unë do ta sugjeroja që mos të futet fare, sepse Big Mama është një person I cili ka një personalitet të shumë të zhvilluar dhe ka një personalitet të cilët nuk e kontrollon veten, dhe ka një personalitet shpërthyes. Dhe me të vërtetë tipet që janë si Big Mama nuk I duhen një formati të atill, mund të jetë shumë e mirë në profesionin e saj dhe nuk e vën në diskutim, sepse unë jam rritur domethënë duke shikuar këngët e Big Mamës, por në këtë lloj formate nuk më ka pas dukur e përshtatshme dhe kur ishte pjesëmarrje në formatin tjetër dhe tani nuk më duket e përshtatshme fare sepse shpërthen shpejt, çan shpejt, ulëret shpejt, pastaj qetësohet me një mënyrë ti sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë, po të tjerët ato veprimet e tua ty mund të duket të natyrshme, sepse ti e ke personalitetin e tillë, por personat që I ke ti përballë ato përsërit, ndërsa ti mund të bësh një banore që mund të jesh e padurueshme për dikant tjetër që jeton aty me ty. Nuk jam shumë nga ana pozitive për Big Mamën, për qëndrimin aty. Mirë, Manjola, ndërkaq sa I përket edhe ngacmimeve që kanë ndodhur mes Erandit dhe Elinarës, a mund të themi se janë një ndjenjë sinqert apo një strategji për të arritur edhe këta të fundit në finale? Këta dy më shumë I shikoj si strategji, po. Këta dy po mundohen të krijojnë ose të vetë të përdoren njëri tjetrin për të arritur sa më shumë ditë qëndrimi, ose pse jo dhe për më të shkuar dhe në finale, sepse që të krijojnë ndjenja ndërmjet tyre nuk shoh asnjëherë, dhe mund të ketë ndjenja miqësore, po, mund të ketë ndjenja që gjatë qëndrimit që ndjen rahat të qëndrojnë bashkë, po, pa ndonjë lloj ndjenje më tepër se sa ndjenja e miqësisë, që mund ta përdorin këta vetveten e tyre kundrejt njëri tjetrit për të shkuar ose për t'i shtuar do ditë qëndrimi vetvetes së varet a do të shkojnë, a kush do të shkojë në finale. Kjo është një strategji e tyre që kanë zgjedhur, madje mund të them se mund të kenë komunikuar vetëm nëpërmjet të shikimit dhe mund të kenë rënë dakord si dy artistë që janë, që të kuptojnë që
Ne duhet ta vazhdojmë këtë lloj dinamike për të arritur, për të qëndruar ose për të krijuar dhe debate gjatë prajmeve që janë, si të opinionistët, për të krijuar debate edhe më shumë edhe gjatë qëndrimit të ditëve aty, pse të mos komentohen në këtë lloj aspekti, edhe pse vetë i hedhin këto gjëra, përsëri vetë mundohen t'i largojnë gjërat e cilat veprimet e tyre apo të folurin e tyre kundrejt njëri tjetrit. E qartë, mirë, Manjola, për ta mbyllur sepse jemi në fund, cilat janë fermerët më të rrezikuar dhe kush po mbijeton në minimeve? Të them të drejtën, siç të thash edhe më përpara, nuk është më të rrezikuar, janë shumë të rrezikuar aty, por më të parrrezikuar mund të them është Federiku, që është një fermer, është goxha fermer që jep në atë edhe për moshën që ka, themi ne kur hym në këtë format nuk kemi moshë, por ndonjëherë dhe mosha vetë sikur të bën të zymteson, por ai nuk është i atill. Me të vërtetë ka gjallëri në mënyrën e dhënies së dinamikave, është edhe Andrea, kemi për shembull Big Boston, Big Mamen, janë këta fermerët e cilët spikatin pak më shumë që japin pak më shumë dinamika,